Kryeministri Edi Rama në podcastin Flasim foli për një sër çështjesh, duke u ndalur dhe tek gjyqi në Hag, situata politike në vend, si dhe protestat e opozitës. Ndërsa foli edhe për projektin TID në Durrës, tha se ai po keq interpretohet. Këtë javë është kryer edhe një transferim i rëndësishëm financiar që lidhet drejt për drejt me të ardhmen e sistemit pensioneve dhe me çka jemi zotuar për gjyshet dhe gjyshrit e kësaj republike. Sikundër e kishim paremëruar, fondet e kursyera buxhetore të vitit 2025 do të depozitoheshin në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Gjë që sapo është bërë në një shumë prej 167 milion euro. Transferimi i këtyre 167 milion euro në këtë fond e rrit kapacitetin e sistemit për të përballuar qoftë ato që janë zotime të marra gërm për gërm dhe shifër për shifër, muaj për muaj e vit për vit ndaj pensionistëve, por edhe detyrimet afatgjata, duke garantuar kështu rritjen e premtuar të pagave mujore për pensionistët si dhe qëndrueshmërinë e sistemit. Projekti i rrjedhëzimit të zemrës historike të Durrësit po shoqërohet me keq interpretime dhe keq informime që nuk kanë sosur, ndërkohë që realizimi i tij është me natyrë strategjike për të ardhmen e qytetit vjetër mesdhetar dhe të Shqipërisë europiane si një destinacion i rëndësishëm turistik në mesdhe. Zona arkeologjike A, ku do të marrë jetë projekti, nuk është një hapësirë e zakonshme urbane dhe çdo debat pronash mbi atë zonë nuk duhet dalë nga korniza e faktit themelor. Ajo zonë është pronë e thesarit të trashëgimisë sonë kombëtare dhe pjesë e trashëgimisë botërore. Amfiteatri Romak, Forumi Bizantin, termat romake janë monumente të qytetërimit evropian, jo thjesht monumente të regjistrit tonë kombëtar të trashëgimisë. Objektivi për hyrjen e kësaj zone në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO se çon këtë projekt përtej dimensionit kombëtar, bën një detyrim ndërkombëtar. Ky projekt nuk ka lindur sot, as ka marrë formë në errësirë, po është mbështetur me një program të kahershëm të kësaj qeverie për atë zonë, si dhe mbi një plan menaxhimit integruar hartuar nga Ministria e Kulturës dhe hedhur në konsultim publik qysh në vitin 2022. Ligji për trashëgiminë kulturore e detyron shtetin të ndërhyjë kundër degradimit apo ndërtimeve informale në zonat e trashëgimisë kulturore. Pikërisht këtë ne po bëjmë. Historia ndërkombëtare tregon se asnjë vend nuk ka zbuluar, nuk ka konservuar dhe nxjerr pa trashëgimi të këtyre përbasave pa ndërmarrë shpronësime. Në Rom, mira prona e shpronësuar për hapjen e forumeve imperiale. Në Athinë u realizuan shpronësime masive për zonën përreth Akropolit dhe krijimin e parkut arkeologjik. Ne do të bëjmë pikërisht këtë me ndjeshmëri dhe me drejtësi ndaj banorëve, po me vendosmëri ndaj interesit kombëtar.